Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Klevi Stafaj, jam balerin profesionist, konkretisht jetoj dhe vazhdoj karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York City, dhe jam këtu në Teatrin e Operës dhe Baletit, kur dhe jam rritur, dhe kam kaluar shumicën e fëmijërisë time. Historia ime e baletit është pak për qeshë, sepse babai im, kur kam qenë në moshën 8 vjeçar, 9 vjeçar, babai im vendosi të më fuste në shkollën e baletit. Unë të them të vërtetën, më pëlqente të luaja futboll, si çdo i ri në moshë të vogël, por që nga ajo kohë deri më sot jam falendërues babait sepse e dashuroj profesionin tim. Edhe kështu që ja kështu ka ndisur edhe historia ime e baletit. Mbaj mend, ka qenë klasa 5, dita e parë e shkollës. Ka qenë një mëcen jashtëzakonshëm sepse nuk e dija se si mësuesit ishin, sallat e baletit, mësuesi baletit, edhe të them të vërtetën, si çdo fëmijë që ndronte edhe shkollën, sepse unë kam qenë një shkollë publike, kam qenë të mësimit kokolari, dhe duke pasur parasysh që kisha edhe nxënës, domethënë shok të ri dhe shoqe, isha shumë i emocionuar, kështu që ishte diçka e jashtëzakonshme që është vështirë ndonjëherë edhe ta përshkruar, sepse në atë moshë ishim, e kishim atë si thua frikë, si do shkonte, si do reagonin, por të them të vërtetë ka qenë ditë shumë e bukur për të kujtuar, sepse njifesh edhe me shokët të ri që kemi kaluar 10 vitet e fundit, kështu që ka qenë shumë emocionuese dita e parë. Sakrifica ka të jashtëzakonshme, sepse arti në përgjithësi do sakrificë. Duke pasur parasysh që jetojmë dhe në Shqipëri, pavarësisht që Shqipëria është një ndër vendet më të bukura në Europë, mos them gjithë botën, është një vend i jashtëzakonshëm, por fatkeqësia më e madhe është që arti dhe artistët nuk njihen. Dhe këtu filloi edhe sakrifica e parë, domethënë që për një artist që mbaron edhe shkollën apo është në përfundim të shkollës, është shumë e vështirë që të gjejë rrugën dhe të çajë. Prandaj edhe artistët në përgjithësi, kur dalin jashtë, si puna ime, çajnë në kuptimin sepse e dim sakrificën edhe mundin që ne kemi bërë këtu, edhe atje japim 200%. Nëse ja këtu japim 100%, atje japim 200%. Kështu që sakrificat kanë qenë të jashtëzakonshme, sidomos të ikësh nga vendi jot, të shkosh në një vend tjetër, pa ditur, ndoshta s'po themi gjuhën, po pa ditur vendin, pa pasur njëri, ajo ndjenja që të lë mbrapa, domethënë shtëpia që ke lënë, dhimbja që domethënë ke lënë familjen. Ka qenë një konkurs në San Marino, ajo është bërë si thua sebeb që unë ika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku i kujtoj ato kohë, i kujtoj me mall, po i kujtoj dhe me një farë buzëqeshje brenda vetes, brenda shpirtit tim, sepse edhe shkoja atje ka qenë sakrificë për prindërit, ka qenë sakrificë për mua, pa e ditur që ajo do ishte si thua katapulta ime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm sepse ishte një konkurs Danca Europa, ku kanë marrë pjesë më shumë se 500 konkurrentë nga gjithë Europa. Edhe mbaj mend, nuk e kam atë video, po mbaj mend që kur mu përmend emri im në kategorinë time të moshës time, që fitova çmimin e parë dhe fitova mundësinë një bursë studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë një emocion që me fjalë nuk ta përshkruaj dot. Po nëse futesh brenda shpirtit tim, edhe të shpletosh në ato momente, do kuptosh domethënë çfarë lloj gëzimi, sepse aty thash që kjo është mundësia ime e art. A unë atë doja, që të më jepte kjo mundësi edhe ja ku jam sot. Sot vazhdoj akoma karrierën edhe jam atje fal këtij konkursi, e fal atij çmimi kaq të vyrë dhe kaq, nuk e di, nuk kam fjalë, është diçka e jashtëzakonshme. Sa herë vi në Tiranë, vi këtu te opera, te Teatri Operës së Baletit, dhe ndërkohë në njëjtën kohë unë takoj miq, takoj eks-pedagogët, takoj valltarët, balerinë, edhe është emocion i jashtëzakonshëm sepse jam rritur me shumicën e tyre, edhe më bëhet shumë qefi kur më kthejnë domethënë atë respektin, më kthejnë mrapa edhe më japin vlerësimin që ndoshta është gjë e vogël, por për mua është diçka shumë e madhe. Unë sa kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam marrë iniciativën e parë që të angazhohem në komunitetin shqiptar. Unë jam pjesë e një shoqate, shoqata
shqiptar-amerikan në Skënderbej, kur unë jap kontributin tim si valltar, brezi të ri, dhe angazhohem gjithmonë në çdo fest, në çdo organizim që shqiptarët kanë tje, unë jam prezent gjithmonë, sepse unë si Klevis kam dëshirë që truaj traditat, t'i jap brezit të ri atë frymëzimin për tokën, për atë dheun, për flamurin, që ata të rriten me atë frymën e shqiptarizimit, edhe pse mund të kenë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që gjithmonë nuk e kam harruar, nuk e harroj. Kam shkuar nga Australia deri në Europë, unë me flamurin kuqezi gjithmonë. Edhe gjithmonë kam thënë që jam shqiptar, edhe jam kënaq që jam shqiptar. Në Icon Ballet Theatre ajo është shtëpia ime. Ajo është aty ku unë, mbrapa që dola nga shkolla baletit, kur dhe u formova me profesor Luan Shtinën, që dua ta përshëndes, një ndër maestrat më të mirë që Shqipëria ka pasur dhe ka, aty më shëdon mundësia që unë të tregoj vlerat e mia, aty më shëdon meritokracia, që unë të kem një karrierë, që unë të bëj atë që dua, që është më e rëndësishme. Kështu që Icon Ballet Theatre është familje. Icon Ballet Theatre është një botë që mua më zhdon ajo botë dhe fal Icon Ballet Theatre, jo vetëm që kërcej, jo vetëm që bëj atë dua, por unë kam prekur dhe ndoshta edhe majat më të largët atë botës, që unë si kisha menduar asnjëherë në botë. Kam udhëtuar nga Europa, gati dhe në Azi, kam udhëtuar në Amerikën e Jugut, kam udhëtuar në Australi, domethënë në gjithë teatrat më të rëndësishëm. Unë kam pasur shumë projekte, të them të vërtetën. Projekti i fundit që më ka ngel, se thuash edhe Dom Geli, kam qenë kur ika në Sydney Opera House në Australi, një ndër teatrat më të rëndësishme në mbar botën, me një kapacitet deri në 4000 vende, me një publik të jashtëzakonshëm. Aty ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm, jo sepse nuk kam udhëtuar në vende tjera, por duke pasur parasysh, domethënë, dhe situatën që u krijua, duke pasur parasysh dhe grupin, domethënë ato audiencën që ishin nga mbar bota dhe nga Amerika shumë të rëndësishëm, ajo ka qenë domethënë një ndër emocionet më të bukura që kanë përjetuar. Pastaj ka edhe në Amerikë tjera që, si thash, jo vetëm nga ana baletit, por dhe nga ana e valleve, kur bëra dhe vallën e Tropojës me bashkiakun e New Yorkës, me zotin Adams dhe me Mark Gjonaj, që bën vallën e Tropojës që fut dhe në UNESCO, ajo bë domethënë diçka edhe virale, sepse edhe kryeministri jonë e publikoi, ministrat, sepse u fut edhe në UNESCO, ishte diçka domethënë, diçka shumë e bukur se nuk e prisja. A kuptoj, performuam në Wall Street, ngritëm flamurin, ngritja e flamurit ka qenë atë ditë, edhe vendosim ta bëjmë një vallë Tropojë, pa e ditur edhe një herë që do fuste në UNESCO. Kështu që, po, kthimi Tropojës bashkë me i partneren tim me Biancën, unë du t'jap një mesazh të rive, e pamundura bëhet e mundur. Pse do thuash ti? Sepse vullneti, dëshira dhe pasioni që ju keni, asnjëherë nuk do ju lë mbrapa. Aty ku mendoni që është e pamundur, ju do e bëni të mundur. Sepse ndoshta edhe unë kam pasur të pamundur, po ja që e bëra të mundur. E bëra të mundur sepse kur nuk u dorëzova, kur nuk hoqa dorë nga ëndrat e mia, sepse fundit ëndrat janë ato që na bëjnë neve si individ, po ndoshta edhe si profesionista që jemi në fushat e ndryshme.